Ditën e sotme Lunushi doli me mami Kiarën, mori ajër të pastër, u ushqye dhe u kthye e lumtur në shtepi, por gjatë një momenti Kiara ka kapur një foto shumë të bukur tipare të Lunushit fiks si Luizi i vogël që mbante inat me një shikim të mërzitur. Kiara e komenton këtë moment sikur Lunushi ishte duke gjykuar botën në heshtje, pra e pakenaqur me njerëzit dhe gjërat që e rrethojnë mami Kiara. Me pas ka publikuar përsëri një foto tjetër ku Lunushi shfaqet e qeshur me gjuhën përjashtë dhe që qesh Kiara. Bera shaka nuk isha e mërzitur, ishte vetë momenti, shprehet Kiara me sa duket Lunushi ka filluar ta kuptoj lojën e mamit dhe me anë të mimikave i jep sinjale për ta kuptuar. Kopja e Luizit është rritur tashme, ajo është sheqeri i gjysherëve dhe i prindërve, ajo ju ndërgj ditën dhe i heq nga çdo stres i mundshëm. Lunushi me shumë ka qef të dalë me babi Luizin, por kur bëhet llaf për estetik, ajo nuk heziton të dalë me mami Kiarën. Ndërsa për të ndenjur në shtepi ose të dalë xhiro në vende të gjelbëruara ka dëshirë të shkoj me gjyshet sepse ato nuk ja prishin për asgjë, jo se prindrit i lënë gjë pa plotësuar, por në momentet kur Lunushi ka qenë në shtëpi e prindrit të zënë me angazhime. Ajo gjithmonë si një fëmijë i sjellshëm dhe i mbare ka pranuar të rri me gjysherit duke luajtur lojra e duke dalë me ta e vogla, por rritet me i uroj me jetë të gjatë e u beftë si prindrit e saj me famë dhe një ekselente e vërtet në shkollë. Urime familja Eli për ketën mrekulli që ju ka falur Zoti, ne dhe gjithë ndjeksat ju duam. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.